Unë më ka qelluar nga që jam si gazetar në fushatën të dy grupeve politike. Më vura re që në një fushat të një senatori për shtetin e Michiganit, personat që ishin donator, aty ishin biznesmen. Dhe ata si biznesmen kishin arritur në përfundimin se duhet bërë dallimi midis atij një personi apo familje të zakonshme që vjen ndoshta ka ardhur ilegal, por bën një punë konkrete, për shembull në Meksika. Dikush më tha në një ambient të shtëpisë, po shtonin ka rrjetet kablore dhe gjithë punonësit ishin meksikanë. Edhe natyrisht një pjesë për tyre mund të jenë edhe ilegal, nuk e di. Por këta i ngrinin si problem kandidatit të tyre republikan faktin që duhet bërë dallimi midis individëve që mund të jenë ilegalisht, siç ka dhe komuniteti ynë, kanë hyrë në mënyrë ilegale, po janë krejtësisht persona të civil normal pa shkelje përthyer ligjore nga kriminalët, se që kanë infiltruar dhe kriminalë, që dihen që marrë me drogat dhe vazhdojnë të merren me drogat, me prostitucionin, me gjërat e tjera, duhet bërë një dallim i tillë. Absolutisht. Tepër do thosha edhe që të bëjmë angazhimin ton në lidhje me aplikimin e ligjit, të merremi me aspekte si puna e këtyre që o burrat i çojmë gjithë çka janë këtu të padokumentuar, të marrim të nxjerrim për jashtë që gjithë. Ajo është ç'munduri ta mendosh për arsye se kush janë këta individ që nëse të mendojmë ashtu siç mendojmë që janë rreth 11 deri 20 milion njerëz të padokumentuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këta nuk është se jetojnë hënë. Janë pjesë e fabrikës, janë pjesë e shoqërisë tonë. Jetojnë në apartamente në për shtëpira, kanë punra, marrin blen makina, blen rroba, blen ushqime, shkojnë çojnë kalabajt në shkollë, më tash janë pjesë e shoqërisë amerikane, shoqërisë tonë. Në fund fare një farë dallimi duhet, mos harrojmë që ligji i emigracionit ka filluar për të parë diku në vitin 1900. S'kemi pasur më parë. Nuk është se është diçka që është pjesë e jetës në mënyrë logjike, është thjesht një zgjedhje që kemi bërë neve që të kemi më të organizuar sistemin e emigracionit në vend. Nuk ka njerëz që vinë këtu në mënyrë ilegale. Ai si koncept është koncept i gabuar. Ka njerëz që vinë këtu në mënyrë pa dokumenta. Ke parasysh, të qenit ilegal presupozohen që ti ke bërë diçka gabim. Nuk është gabim vish në Amerikë. Në Amerikë do të vi gjithë bota. Puna është, a kemi mundësinë që të arrijmë këtu ashtu si duhet në bazë të ligjeve që kemi. Dhe ngaherë njerëzit e kanë më përkollaj ose e kanë të pamundur për të ardhur këtu në mënyrën e rregullt, atëherë janë të detyruar të bëjnë çfarë lloj që është e mundur, ashtu si kanë bërë shumë prej familjarëve tanë, prej njerëzve që njohin pjesë të anëtarëve të komunitetit që janë dashur të bëjnë çfarëdo që të jetë e mundur që të vinë në Amerikë. Edhe pastaj çfarë bën? Çfarë dallimi bëjmë neve? Ti mund të kesh ardhur në mënyrën më ilegale që ekziston, më të padokumentuar që ekziston. Por nëse ty të pranohet azili politik, pastaj bëhesh i dokumentuar. Atëherë çfarë ndodhi aty legalitetit tot? Ke parasysh këto janë koncepte ligjore që neve japim aplikim në jetën e përditshme dhe politika i jep vlera morale, ku në fakt nuk ka aspekte morale të kësaj çështje. Janë thjesht njerëz që vinë nga vende siç kemi ardhur ne, që duan të vinë në Amerikë për arsye se shikojnë vizionet e tyre të Amerikës. Edhe ky vend është vend lirie, vend që ka merita sociale, ekonomike, më the tash. Prandaj do vim këtu. Është diçka që do ta inkurajojmë, jo ta shkurajojmë. Si po shkon fushata juaj, si bëhet lufta në thonjza brenda partisë për sigurimin e një vendi, qoftë tuaj apo një vendi tjetër politik, do të diskutojmë edhe një pjesë të kandidatëve të tjerë shqiptarë, ku janë mendimin tonë, ku ata vepruan jo si duhet, si gjykojmë ne. Fushatat ndjekin disa parametra universal ka përshtypjen. Janë një lloj siç e kemi ande nga vim, ashtu i gjejmë edhe këtu. Në fund fare është çështje duhet të fitosh votën e çdo individi pak a shumë në mënyrë individuale, personale. Po në paaftësi duke që se këto, siç sa më parë, po flasim për një vend, një konturet e distriktit tim përfshin 260.000 veta, përfshin rreth 130.000 votues. Në paaftësi për të bërë bisedë me 130.000 veta, detyrohemi që të kontaktojmë çdo individ në çdo mënyrë të mundshme që ekziston. Edhe qofshin këto intervista si puna e kësaj, ato trokitjet që bëjmë der, komunikim nëpërmjet postës, nëpërmjet medjeve sociale, reklamave, më the tash. Gjithë ky angazhim
është pjesë e angazhimit që ndodh brenda partisë. Sepse në fillim ne nuk kontaktojmë me gjithë ata që do votojnë në nëntor, po votojmë me gjithë ata që do votojnë në gusht, në 4 gusht. Universi total i njerëzve që votojnë në 4 gusht brenda Partisë Demokratike, antarë të cilës jam unë, neve e kemi llogaritur të jetë diku rreth 30 deri 33.000 individ. Dhe në mënyrë këta janë ata që janë si thuaç më të prirur për të votuar brenda partisë, që janë një element i partisë që është më i angazhuari. Këta njerëz i gjen shumë vende. Po e para i gjen në shtëpi. I gjen nëpërmjet media sociale, nëpërmjet televizionit dhe tash. Po një nga vendet ku i gjen gjithashtu janë këto takimet e partisë të çdo klubi demokratik që ekziston në zonën tonë. Unë jam kryetari i Partisë Demokratike në qytetin e Detroit. Njëkohësisht kemi Rochester Area Democrats. Kemi Warren Sterling Heights që përfshin një pjesë të distriktit që është Sterling Heights. Pastaj kemi dhe North Macomb që përfshin atë Utica dhe një pjesë të Shelbyt. Këto takipe këto janë pjesë e angazhimit. Pastaj plus përveç këtyre, kemi gjithë ato grupet që janë, si thua, grupet satelite të një partie, që janë shoqata civile, ku ti do të takosh njerëz që janë të angazhuar politikisht ose nga ana sociale, aspekte sociale të jetës sociale të Amerikës. Dhe dashur pa dashur je gjatë gjithë kohës duke, jo dashur pa dashur, por në mënyrë koshente, je gjatë gjithë kohës duke angazhuar në mënyrë individuale apo edhe në grup, në mënyrë që të thuash pak a shumë ngresh dorën, thua shiko, voto për mua se unë jam më i miri në fushë. Ne kemi 3 kandidat, unë jam një nga 3 të mundshmit, dhe kjo e ka bërë si garë, e ka bërë garë aktive. Në përgjithësi këto garë janë relativisht fjetura, por duke qenë 3 veta kanë qenë shumë aktive. Unë llogaris ato gjërat që kemi aftësi të llogarisim, që janë në një farë mënyrë që kemi aftësi të prekim, the tangibles, kemi aftësi të masim. Në bazë mative që bëjmë ne brenda fushatës tona, duket sikur gjithçka po shkon më së miri. Po ka ca gjëra që nuk i mat dot. Edhe detyrimisht që ato gjëra që nuk i masim, ato janë gjithashtu pjesa e llogarisë që bëhet në fund fare, a fiton as fiton. Kështu që në bazë atyre që masim jemi duke dalë shumë mirë. Duke qenë se s'dim sa gjëra, atëherë jemi akoma duke bërë punë totale në angazhim total në mënyrë që të një farë mënyrë të jemi aq mirë në këto aspekte që dim, saqë edhe ato që si dim në një farë mënyrë të kemi mundësi që ti mbysim. Okej. Në një bisedë paraprake ju më folët për situatën, endorsement e tjera. Mund të sqaroni? Gjitha këto shoqëri civile ose shoqatat e ndryshme që kemi rreth qarrit vetes, edhe pse kjo nuk është pjesë e praktikës të komunitetit tonë shqiptar. Edhe këto duhet ta ndryshojmë. Ta shpjegoj, ta japet atë shpjegim. Jo, gjithmonë këto duhet të sqarojmë gjërat që duhet dinë tani se erdhëm në këtë pikë të bisedës. Patjetër. Shoqatat e ndryshme komunitare të çdo komuniteti tjetër apo të them komunitetit gjyra amerikan vinë dhe bëjnë endorsements. Me fjalë të tjera thonë, ky është kandidati joni. Kemi bërë llogaritë lidhje me gjithë kandidatët e tjerë, edhe për hir të besimeve, për hir të eksperiencës, për hir të gjithçka apo shanseve që mendojmë që ky person ka që do fitojë, neve themi që ky është kandidati jon. Edhe duam që çdo antar i kësaj shoqatës tonë, komunitetit tonë, më tash votojë për këtë individ. Edhe si pjesë e kësaj bëhet një luftë gjigande në mënyrë që të marrim çdo përfit në gjitha këto endorsements nga çdo shoqatë e mundshme. Unë sapo mora, siç folëm që përpara intervistës, unë mora Michigan Education Association, që është ajo sindikata e gjithë mësuesve edhe personave që ekzistojnë në botën e arsimit, që janë 157 veta në shtetin e Michiganit. Unë mora atë endorsement, ata bën llogaritë e tyre, edhe pse kishin më përpara në fshata të tjera kanë bërë endorse ato kandidatë të tjerë, kësaj radhe më bën endorse mua. Edhe ajo është fitore e madhe. Njëkohësisht pastaj kemi marrë Michigan Democratic Progressive Caucus, Bangladesh American Caucus, People's Coalition, Arab American Caucus, janë bërë shumë tani, plus individualet, sepse marrim edhe ato nga, për shembull, kemi Sharon McDonald që është e vetmja state rep që kemi këtu, përfaqësuese e shtetit që kemi këtu që është demokrate, në gjithë zonën, gjithë distriktin, ajo më bërë endorse mua. Edhe pasaj council members, antarë të Këshillit Bashkiake, të Oakland County Board of Commissioners, Macomb County Board of Commissioners, me radhë kanë bërë gjithë endorsement. Këto janë të nevojshme. Këto janë pjesë sepse këta janë, kur e mendon, janë grupe apo individ që në një farë mënyrë kanë ato individët e tyre edhe për çfarë këtyre që thonë ashtu sikurse kur merr ti mua një herë në vit apo një herë në 2 vjet thua Renis për këtë do votojmë sa radhë sepse ti mbase e njeh më mirë, edhe unë them Rafael konsidero këtë individ sepse ky është e njoh personalisht, ky është personi i saktë. Këtë punë bëjnë dhe këta. Po kjo ka vlerë, sepse si fitojmë neve këto endorsements.
dashur pa dashur shkoj përpara këtyre komuniteteve ndryshme, të t'jap shembullin e komunitetit të Bangladeshit këtu ke zona jonë. Interesant, Bangladesh që Po. Ata kanë Bangladesh American Democratic Caucus, që është një lidhje e këtyre individëve nga Bangladeshi, Bangladesh Amerikan, që janë me prirje demokratike. Ti je detyruar të shkosh atje, të njihesh me komunitetin e tyre, të flasësh me individët e komunitetit, të flasësh me ata që janë dashur pa dashur më të angazhuar të komunitetit, udhëheqësit e komunitetit. Edhe të flasësh, thuash, okay, çfarë vizioni ke për atë komunitet? Pse duhet ta fitosh votën ti dhe jo ai kandidati tjetër? Neve këtë nuk e bëjmë në komunitetin tonë. Na mungon në mënyrë totale. Nuk e bën asnjë organizatë që diun. Përkundrazi. Po ky është dështim i madh, sepse dashur pa dashur ne i sjellim nga një herë, sepse shikoj për shembull ke angazhimin që kam pasur unë në këtë komunitet, i kam parë ke televizionin shqiptar kur bëhet 25 vjetori në televizionin shqiptar, kishte aty kandidat. Kur kemi bërë ke kisha kanë parë kandidat, ke xhamia kanë parë kandidat, ke çdo institucion i mundshëm, ke te që jam thetash, edhe ke gjitha vatra thetash, gjithmonë ke parë kandidat. Po çfarë nuk kemi parë është endorsement, një proces për endorsement. Ajo i detyron këta kandidat, ajo i detyron këta që janë të zgjedhur, që të vinë para komunitetit shqiptar dhe thonë, jo thjesht bëjnë llafe, bëjnë në pallavra kot për komunitetin sa shumë na duan neve të puthim dy faqet dhe pastaj as përpara. Po t'japin vizionin për komunitetin, të flasin për çfarë janë duke bërë komunitetin dhe çfarë do bëjnë në të ardhmen. Që kur të vinë herën tjetër pastaj mas 4 vjetësh, mos na flasin më për vizionin për të ardhmen, po thonë çfarë kanë bërë në bazë premtimeve që na bën para 4 vjetësh. Ajo ka vlerë.